Juristja Brizida Gjikondi ka komentuar për CNA vendimin e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të kaluar në gjykim çështjen Veliaj. Juristja e konsideroi një vendim të drejtë, por që u vonua për shkak të makinacioneve të kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës Erion Veliaj. Ajo shprehet se shpreson që gjyqi të ketë ritëm dhe të jetë me dyert të hapura që qytetarët e Tiranës të kenë ndjeni të plotë për çdo akuzë dhe procedurë që ka të bëjë me kryetarin e bashkisë së tyre. Të vonuar për shkak të makinacioneve të zotit Veliaj, por të drejtë, shpresoj që gjyqi të ketë ritëm dhe mundësisht të jetë me dyert të hapura. Qytetarët e Tiranës duhet të kenë ndjeni të plot për çdo akuzë dhe procedurë që ka të bëjë me kryetarin e bashkisë së tyre, deklaroi Gjikondi për CNA. Në seancën e 9 shkurtit, GKK vendosi të kalojë për gjykim çështjen në ngarkim të kryebashkiakut arrestuar të Tiranës Erion Veliaj dhe 29 të pandeurve të tjerë. Mbi Erion Veliaj rëndojnë 13 akuza për 5 vepra të rënda penale. CNA ka raportuar se Veliaj ka shtyr 15 seanca në GKK, duke përdorur taktika dhe makinacione të ndryshme nga frika për t'u përballur me drejtësinë.